Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka listuar problemet e identifikuara që kanë përcjellë zgjedhjet e përgjithshme të nëntëshkurtit, por zyrtar në këtë institucion thonë se jo të gjitha mund të evitohen për zgjedhjet lokale. Antari I PDK-s në KQZ Ilir Gashi thotë se pas punëtorisë që është mbajtur në fundjavë do të adresohen rekomandimet. Presim që ditëve në vazhdim të mirëm ekskluzivisht me rekomandimet të cilat I kemi nxjerrë për të adresu sakt edhe përgjithësit, po në njëjtën kohë edhe ndryshimet që duhet më bë sa më shpejt, në mënyrë që kur do që shpallen në zgjedhjet lokale, atëherë ne jemi të gatshëm për me kriju një plan operacional I cili do të shërben pastaj secilit operacion në vete deri në kohën kur do të vinë zgjedhjet lokale. Gashi paralajmëron se deri në zgjedhjet lokale mund të mos evitohet problemi që mundëson manipulimin me votën me postë. Prandaj ka shumë çka që duhet më pa, sa I përket çështjes së votës së diasporës, sepse vullneti I qytetarëve atje është lehtësisht I manipulueshëm dhe unë friksohem që në zgjedhje lokale, ku rezultatet janë afërsisht gjithmonë të ngushta mes kandidatëve për kryetar të komunave, mund të na bine situata ku manipulimet e mundshme atje të determinojnë edhe zgjedhjen e kryetarëve të komunave në Kosovë. Hulumtuesi I Institutit Demokratik të Kosovës, Eugen Cakolli, vlerëson se shumë prej problemeve të evidentuara mund të evitohen vetëm nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Por thotë se periudha e mbetur deri në zgjedhjet lokale është e pamjaftueshme për këtë. Me afatet aktuale nuk pritet që të kemi qeveri e parlamentari funksional të paktën deri nga fundi I muajit prill, nëse jo fillimi I muajit maj. Fillimi I muajit maj është periudhë shumë e shkurtër kohore, për shkak se sipas Komisionit Venecias, ndryshime esenciale në raport me procesin zgjedhor duhet të kenë një periudhë prej të paktën 6 muajsh që të njëjtat të implementohen. E madje në raste të caktuara parashihet që kjo periudhë jetë deri në 1 vit, në mënyrë që institucioneve të ofrohet kohë e mjaftueshme. Sipas Cakollit, që procesi zgjedhor të përmirësohet, ligjvënësit e rinj duhet të trajtojnë reformën zgjedhore në tërësinë e saj. KQZ si ka marrë 46 ditë kohë për mbyllja e procesit zgjedhor nga dita e zgjedhjeve e deri te certifikimi I rezultateve. Që nga mbyllja kutive të votimit, KQZ-ja është përballur me telashe me sistemin elektronik për publikimin e rezultateve e probleme teknike janë evidentuar gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimet të atyre për subjekte politike. Zgjedhjet e fundit lokale janë organizuar në tetor të 2021-s. Sipas ligjit, presidenti duhet I shpallë të rejat jo më vonë se 4 muaj e jo më herët se 6 muaj para datës së zgjedhjeve.